po në deklaratën e ambasadës amerikane, presidentja është kursy në këtë rast dhe është përmend specifikisht kryeministri Kurti. Qa presune, unë pres që gjykata kushtetuese vendimin ka me nxjerrë të formës së tillë, ku nuk ka me fol për listën srpska që tha, siç tha zonja Kusari, s'ka me fol për një parti politike, po ka me fol për formën se si duhet komunitetet me pas të drejtën me u përfaqësu në mënyrë meritore, ashtu si që ja ka dhënë votën qytetari në Kuvendin e Kosovës, në këtë rast në institucionet udhëheqëse që është kryesia e Kuvendit. Dhe unë pres që ka me shpall pavlefshëm ndamjen e dy në kryetarëve nga komunitetet, do thotë nga komuniteti jo shumicë serb dhe komuniteti serb, ka me kërku që ato me u votu bashk për arsye sepse në atë formë e garanton në formë ose e ndihmon që me u përfaqësu sërb, po në këtë rast të komuniteti sërb, po edhe komunitetet pakic, me u përfaqësu në formën si që ata vendosin e jo si që vendosë... Me marrë vot në emën të Emilies, apo? Po në këtë rast i bie që në emër të komunitetit jo shumicë sërb, me marrë votën prej komunitetit shqiptar. Është e parëndësishme tek e fundit kur e shikon se me kënd përfaqësohet komuniteti sërb si në kryetari i Kuvendit me ato që kërkohet për institucionet e Kosovës, sepse pozicioni në kryetarit Kuvendit është pothuajse i parëndësishëm në mesin e 5 nënkryetarëve që i ka Kuvendi i Kosovës, e shumica prej tyre janë shqiptar, vendimet merren me shumicë vota, ashtu që pesha për cilën ne jemi nguju është shumë pak e rëndësishme, sepse shumë e rëndësishme është që institucionet e Kosovës me u formu dhe shteti i Kosovës me fillu me funksionu. Tash po citoj prapë ambasadorin britanik, tha që Kosovën e presin shumë punë dhe shumë përgjegjësi. Ato është tash ne kemi pezullimin e dialogut strategjik, po kemi sanksionim nga ana e Bashkimit Evropian ku i kemi të pezulluar me dikun 650 milion euro. Qeveria Kurti deri vonë na thoshte që ato para nuk janë për vitin 2024. Kur flitej në 2024, janë fonde që fillojnë me u shfrytzu 2025. Në shkoj edhe 2025 në asnjë fond të Bashkimit Evropian miliona nuk i shfrytzuam. Kosova ka humbur edhe mundësi tjera që kanë qenë në aspektin diplomatik. Zebica e përmeni që na nuk duhet me ra ndikim narrativës sërbe, është e vërtet, na nuk duhet me ra ndikim narrativës sërbe, asë që ka thot Gjuriqi ose Vučići, asë që ka thot narrativa, opinioni, debati duhet mu kriju në bazë të asaj që na e shohim edhe në interes të vendit tonë. Është e vërtet, për fat keq që Serbia sot po përfaqësohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po pritet në mënyrë ma dinjitoze se sa Kosova. Presidenti sërbe pat një takim me sekretarin e shtetit dhe aty u diskutu për shkumjen tutje avancimin e dialogut strategjik me Serbinë. Në anën tjetër ne jemi në pozicion kur Kosovës ju ka pezullu dialogu strategjik. Presidentja edhe kryeministri nuk kanë pas takime të rëndësishme përmbajtësore që janë në interes të shtetit Kosovës, që ata mund të vinë me një vendim ose me një dakordim me Shtetet Bashkuara të Amerikës se do të procedohet tutje. Ajo çfarë kërkohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sot për Kosovën është që Kosova ta deblokoj veten e ne nuk po mundemi, jemi nguju në këto interesa politike të brendshme, edhe narrativa juaj, edhe narrativa Zhenës Kusari, edhe veprimet e lëvizjes vetëvendosje janë te ajo që ne shkojmë drejt zgjedhjeve, po i referona edhe pyetjes që ngrit në emision, po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe për këtë arsye ka nxjerrët në rand të parë Serbia, pra si një narrativ elektorale dhe ajo do ta mbuloj komplet fushatën e ardhshme elektorale të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sigurisht që lëvizja vetëvendosje ka me botë pamundshme me u konstituu kuvendi, duke insistuar që nuk e voton përfaqësuesin e listës sërbe, siç e tha edhe zonja Kusari. Unë shpresoj që gjykata kushtetuese të na jep opsionin rrugën dalse nga kjo që në këtë vendim, pra nëse kemi blokim të shkohet në zgjedhje, e mos të presim edhe një vendim tjetër nga ana e gjykatës kushtetuese për më na dërguar në zgjedhje, po zgjedhjet janë pashmangshme. Astrid